Dashur qytetar Rama sot në Elbasan foli për helm, për dizinformim, për forca kundër qeverisë, pra foli për armiqt brendshëm dhe të jashtëm, por nuk tha asnjë fjalë për kritikat e forta dhe denoncimet që Parlamenti Evropian i ka bërë qeverisjes së tij, korrupsion i nivelit lartë, presion ndaj drejtësisë, probleme serioze me zgjedhjet, liri të vrarë të medias dhe mungesë llogaridhënie. Në Elbasan, Edi Rama nuk erdhi për të dhënë llogari. Erdhi për shpallur armik këdo që nuk duart roket atë. Sipas tij, mediat e tij nuk janë kapura sepse e kritikojnë atë. Opozita na qenë ka katastrofa ambulante. Qytetarët që ankon na qenë kanë viktima të dezinformimit. Fermerët që nuk marrin asnjë mbështetje duhet mësojnë faturat se nuk din t'i lexojnë sipas Ramës. Ata që flasin për korrupsionin, sipas kryeministrit nuk kuptojnë fare ekonominë. Pra, faji nuk është tek qeveria, sipas tij. Faji është tek lajmi, që megjithatë ai e kontrollon në 90%. Është tek portali, tek opozita, tek qytetari, tek fermeri, tek kodra që bie vet, tek gjithçka përveç pushtetit. Ky është thelbi i një qeverisje që ka humbur kontaktin me vendin. Kur njerëzit ankohen, i quan të helmuar. Kur mediat raportojnë atë pjesë që e mendojnë, i quan deformuar. Kur opozita denoncon qartasi, e quan penges. Kur korrupsioni shpërthen kudo, ai na thot se ekonomia po rritet, prandaj korrupsioni nuk ekziston, logjik magjike. Siç i shkon për shtat një pushteti që beson se realiteti ndryshohet me fjalime partije. Por e vërteta është më fort se propaganda. Shqipëria dhe Elbasani nuk kanë nevojë për leksione partije. Ka nevojë për rrugë sigurta, për punë, shkolla, bujqësi reale, shërbime, drejtësi dhe dinjitet, rroga dhe pensione më të larta. Shqipëria nuk afrohet me Europën duke shpallur armik median që nuk e zapton dot, duke sulmuar me çfarë ke në gojë opozitën që nuk e kontrollon dhe duke i kërkuar qytetarit besoj se korrupsioni është thjesht keqkuptim televiziv. Europa nuk është parull asambleje. Europa është standard dhe standardi i parë është llogaridhënia. Pikërisht ajo që Edi Rama shmang në panik sa herë ngjitet në podium. Faleminderit.